baza që na japin imunitet organizmit ton për të ulur ndjeshmërinë kashi këtyre. Po, në këtë rast ne kemi propolis blete me rigon, a ka ndryshim? Është shumë i mrekullueshëm, ai do të përdoret që të hidhet në gryk në momentet kur ne jemi të bllokuar, sepse e tham ka dhe raste shumë fatale që njerëzit bllokohen, mund të ulen dhe thonë sa aromë të fortë që ka. Ndodhi me mua mund të thonë dhe do t'i vi shumë në ndihmë përsëri dhe propolisi dhe vitamina C, por njëkohësisht me propolisi dhe vitamina C të kombinuara me njëra tjetrën apo po thua vetë? Nuk ka problem. Problemi është që të përdoren dhe të veçuara. Është më mirë. Mandje propolisi mund të përdoret në çdo lloj çaji që ne mund të pimë në lokal apo kudo, ne do ta hedhim atë të paktën me fjalë 2 pompa, me fjalë 3-4 herë në ditë dhe do ta pimë. Kështu që imuniteti jon do të jetë vërtet me fjalë shumë i lartë dhe prekja do të jetë më e dobët. Pra, sidomos ata që janë të prekshëm dhe kanë imunitet të dobët dhe preken nga alergjitë. Por të gjitha bimët. Po, shoh që ke sjellë edhe lule shtogu. Edhe lulja e shtogut ndihmon në këtë rast që sigurisht ndihmon sepse lule të balancojmë në një farë mënyrë reagimin e alergjive dhe të kemi një imunitet sa më të fortë. Që është për mushkrit kryesorja. Ajo ndihmon shumë deri ka alergjitë të ndryshme, ndihmon edhe deri ke fëmijët e vegjël të cilët kanë probleme me shëndetin dhe të cilët janë bllokuar, kanë temperaturë ose kanë sekrecione që nuk i nxjerrin dot.